Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut parashikon që zbatimi i faturave elektronike do të sjellë më shumë transparencë, drejtësi dhe stabilitet në ekonominë e vendit. Në një konferencë për shtyp, Gordana Dimitrescu tha se sistemi i ri elektronik do të zëvendësojë proceset tradicionale të lidhura me përdorimin e gjerë të dokumentave në letër dhe atyre fizike. Për shtetin, fatura elektronike do të mundësojë mbledhjen më efikase të taksave bazuar në të dhëna të sakta dhe reale, si dhe një luftë më të fortë, më të saktë kundër ekonomisë gri, deklaroi Dimitrescu Koçeska. Drejtoria e të ardhurave publike në Maqedoninë e Veriut shënon një rritje me rreth 308.3 milion euro krahasuar me vitin 2024. Gjatë vitit 2025, në buxhetin e shtetit janë mbledhur rreth 4 miliardë e 426 milion euro nga taksat dhe kontributet sociale. Nga kjo shumë, të ardhurat tatimore arrin në 2 miliardë e 334 milion euro, me një rritje prej 7.5% ose 163.2 milion euro më shumë se një vit më parë. Sindikatat në Kosovë kërkojnë formim urgjent të qeverisë së re. Kryetari i Federatës Sindikale të Punëtorëve të Sektorit Privat, Yusuf Azemi, vlerësoi se në sektorin privat dhe publik janë përballur me përkeqësim të ndjeshëm të kushteve ekonomike dhe sociale gjatë vitit 2025, si pasojë e mosformimit të institucioneve të reja dhe funksionimit të vendit me qeveri në detyrë për gati një vit. Përfaqësuesit sindikal kërkojnë që qeveria e ardhshme të veprojë menjëherë, duke vendosur në prioritet dialogun social, rritjen e pagave dhe zbatimin e ligjeve të pazbatuara ndër vite. Sipas tij, inflacioni ka përkeqësuar dhe më tej gjendjen ekonomike të punëtorëve të sektorit privat, duke i bërë ata më të varfër se kur më parë, ndërsa dialogu social ka munguar pothuajse tërësisht. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kushtet atmosferike dhe era e fortë penguan në korimin e mesditë të tragedit të linjës Vlorë-Brindisi. Kapiteneria e portit të Vlorës bëri të ditur se tragedi nuk ka mundur të ankorohet pasi ekziston rreziku i përplasjes me kalatën. Sipas kapitenerisë, sapo të përmirësohen kushtet, tragedi do të tentojë ankorimin. Më herët, kapiteneria e portit të Vlorës informoi se deri në 7 janar, për shkak të përkeqësimit të kushteve atmosferike dhe erës, është pezulluar lundrimi i anijeve të vogla dhe atyre të peshkimit. Shqipëria shënon rekordin e 12 milion vizitorëve të huaj në vitin 2025. Ministri i Turizmit Blendi Gonxha e cilësoi këtë shifër, një rezultat që konfirmon konsolidimin e vendit si një destinacion turistik gjithvjetor. Shqipëria ka interes të qëndrueshëm përtej sezonit veror dhe me oferta të larmishme në turizëm kulturor, natyror, kulinar, sportiv dhe jo vetëm, duke forcuar pozicionin e saj në artën ndërkombëtare të turizmit, shkruan Ministri i Turizmit Blendi Gonxha. Administrata doganore në Shqipëri përmirëson të ardhurat për vitin 2025 me rreth 2.5 miliardë euro. Krahasuar me një vit më parë, janë mbledhur rreth 10 miliardë lekë më shumë, duke shënuar një rritje prej 4.3%. Sipas Drejtorisë Përgjithshme së Doganave, rritja ka ardhur me gjithë efektin negativ të forcimit të lekut ndaj valutave të huaja, duke sjellë një humbje prej rreth 9.5 miliardë lekësh në raport me planin vjetor, kursi këmbimi ndikoi dhe në realizimin e të ardhurave vjetore në masë 98%. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.